Këtë të martë në Tiranë është mbledhur forumi konsultativ i prokurorëve të përgjithshëm dhe special të Ballkanit Perëndimor. Në forum morën fjalën edhe kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani, i cili theksoi se asnjë vend i rajonit nuk mund t'i bëjë ballë fenomeneve të krimit i vetëm. Ne nuk na bashkon vetëm gjeografia, por edhe përkushtimi i përbashkët për të ftuar krimin organizuar dhe korrupsionin. Asnjë vend i rajonit nuk mundet t'i bëj ballë këtyre fenomeneve i vetëm. Grupet apo organizatat kriminale janë të ndërlidhura, operacionet janë transnacionale dhe rrjetet e tyre janë shtrirë kudo. Një hetim që nis në një vend na çon drejt fakteve të dyshuarve apo lëvizjes së parave në një vend tjetër. Për të shpërbërë këto struktura, na duhet të veprojmë me vendosmëri, jo vetëm brenda territoreve respektive, por edhe në mënyrë kolektive si pjesë e rajonit. Kjo do të thotë më shumë hetime të përbashkëta, ndarja më e shpejtë e informacionit, besim i ndërsjellë mes prokurorëve dhe një vizion i qartë se gjeografia nuk e pengon, por e ndihmon partneritetin tonë. Përmes bashkëpunimeve me disa vende të rajonit, ne kemi parë këto rezultate konkrete. Dumani vlerësoi bashkëpunimin me Eurojust si një element që ka bërë dallimin për luftën ndaj krimit organizuar dhe korrupsionit. Për SPAK, ky bashkëpunim ka dhënë rezultate të prekshme. Përmes mbledhjeve të koordinuara, skuadrave të përbashkëta hetimore, kemi mundur të trajtojmë raste komplekse, të koordinojmë veprimet hetimore, duke shmangur vonesat dhe duke shtuar besimin reciprok institucional. Po t'i hedhim një sy edhe raportit të Eurojust për vitin 2024, shikojmë që prokuroria SPAK është prokuroria me numër më të lartë të çështjeve të çelura në Eurojust, nga vendet jo anëtare të BE-s. Nga muaji janar-maj 2025, SPAK ka marrë pjesë në 10 nga mbledhjet e koordinuara të Eurojust. Aktualisht SPAK ka 23 skuadra të përbashkëta hetimore me vende të Bashkimit Evropian, por edhe me vende të rajonit, si dhe një skuadër me vend të Amerikës Latine. SPAK ka marrë pjesë në hetimet përbashkëta në kuadër të 2 qendrave të koordinimit në ditën e aksionit të ngritura pikërisht nga Eurojust. Kreu i SPAK theksoi se duhet bashkëpunim mes vendeve të rajonit, ndërsa si model frytëdhënës diferencoi bashkëpunimin me Malin e Zi, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Paktën me prokurorit e posaçme të Malit të Zit, Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës, kemi treguar se një bashkëpunim i hapur dhe duke i besuar njëri tjetrit bën të mundur ndërtimin e hetimeve të suksesshme. Dhe këto hetime të suksesshme që kemi patur me kolegët që përmenda konsistojnë në skuadra të përbashkëta hetimore, në hetime paralele, në shkëmbime informacioni të shpeshta, në funksion të hetimeve që ne ose kolegët tanë kanë nga vendet e tyre, duke ndihmuar njëri tjetrin në ndërtimin e hetimeve të suksesshme dhe realizimin e qëllimit të përbashkët që është suksesi në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që prek vendet tona. Mund të them që është një model, bashkëpunimi që kemi me të tre këto shtete është një model që duhet përqafohet edhe nga vendet tjera të rajonit, të cilët nuk kanë qenë aq aktiv në këtë bashkëpunim. Dhjetor të vitit kaluar, SPAK ka nënshkruar edhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi me prokurorinë e posaçme të prokurorinë speciale të Malit të Zi. Gjithashtu, SPAK i ka kushtuar vëmendje ekzekutimit në një kohë sa më të shpejtë të kërkesave për ndihmë juridike që vijnë nga vendet e rajonit, por edhe nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian apo edhe nga vendet e Amerikës Latine. Dumani tha ndër të tjera se janë 3 elementë rëndësishëm për bashkëpunimin rajonal. Por, ky forum është i nevojshëm për të kthyer vëmendjen tek 3 elementë shumë të rëndësishëm të bashkëpunimit ton rajonal, siç janë skuadrat e përbashkëta hetimore dhe operacionet ndërkufitare, hetimet financiare dhe rekuperimi i aseteve, komunikimi i sigurt dhe ndarja e informacioneve inteligjente në kohë reale. Të nderuar kolegë, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit është e gjatë, e vështirë dhe ndonjëherë edhe izoluar. Por kur ne veprojmë bashkë, koordinohemi, ndajmë problematika dhe mbështesim njëri tjetrin, ngarkesa lehtësohet dhe impakti është edhe më i madh. Unë jam i mendimit se besimi i
i publikut nuk mbetën vetëm tek rezultatet. Ai shtohet kur shihet se bashkëpunimi mes nesh është i fortë dhe kur ne, prokurorët e rajonit, jemi të vendosur bashkarisht për drejtësinë, pavarësisht se ku i ka fillesat krimi organizuar apo korrupsioni. Dëshiroj të vlerësoj kurajon e shumë kolegëve në këtë tryezë që hetojnë raste sensitive dhe komplekse, ekspozojnë interesa të dyshimta duke zbatuar me guxim ligjin në vendin e tyre. Le të avijojmë dialogun dhe bashkëpunimin mes nesh për të arritur zgjidhje konkrete, të shpejta dhe të qëndrueshme. Ndër të tjera, kreu i SPAK vlerësoi kolegët e rajonit të cilët me vendosmëri luftojnë çdo ditë fenomenin e korrupsionit dhe krimit të organizuar pavarësisht vështirësive që paraqet puna e tyre në përditshmëri.